Shikoni këtu. Lule avokado në tokë. Të bardha, të imëta, plot premtime. Secila prej tyre ishte një avokado e mundshme. Dhe të gjitha janë këtu, jo në pemë, një kopshtar nga Tirana më shkroi muajin e kaluar. 3 vjet me radhë e njëjta gjë. Pema mbushet me mira lule çdo pranverë dhe deri në fund të verës nuk ka asnjë avokado. Asnjë. 3 vjet, 0 korrje, a ju ka ndodhur edhe juve? Sot do të zbulojmë pse ndodh kjo dhe metodën që kultivuesit e mëdhenj nuk e ndajnë, për të siguruar që çdo lule të kthehet në frut, dhe sekreti i fundit, ai i polenizimit, është ai që pak njerëz e njohin dhe që shpjegon pse shumica e avokadove nuk japin kurrë korrje të mirë. Para se të fillojmë, nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Para se të hyjmë te shkaqet dhe zgjidhjet, duhet të kuptoni diçka për avokado që e bën të ndryshme nga çdo pemë tjetër frutore që kemi parë deri tani. Avokado, Persea americana, ka origjinë tropikale nga Meksika dhe Amerika Qendrore. Kjo origjinë shpjegon shumë nga sjellja e saj e çuditshme, por gjëja më e rëndësishme dhe ajo që shumica e kopshtarëve nuk e din fare është kjo: avokado ka lule hermafrodite me sinkronizim të çuditshëm. Çdo lule avokado kalon nëpërmjet 2 fazave në ditë të ndryshme. Faza femërore, kur pistili është aktiv dhe pret pollen, dhe faza mashkullore, kur staminet lëshojnë pollen. Problem është ky: në të njëjtën pemë, të gjitha lulet janë njëkohësisht në të njëjtën fazë. Kur pema juaj është në fazë femërore, të gjitha lulet presin pollen. Por nuk ka pollen sepse staminet janë të mbyllura. Dhe kur pema kalon në fazë mashkullore, staminet lëshojnë pollen por pistili nuk pranon më. Kjo do të thotë se avokado është pothuajse e pamundur të polenizojë vetë dhe kjo shpjegon pse pema me mira lule nuk jep asnjë frut. Por ka edhe 2 kategori pemësh. Kategoria A dhe kategoria B. Pemët e kategorias A hapen si femër në mëngjes dhe si mashkull pas dite. Pemët e kategorias B hapen si mashkull në mëngjes dhe si femër pas dite. Kur keni kategorinë A pranë kategorisë B, lulet femërore të njërës gjejnë pollen nga tjetra dhe anasjelltas. Polenizimi bëhet natyral dhe i bollshëm. Kjo nënkupton një gjë shumë praktike. Nëse keni vetëm një pemë avokado pa pemë tjetër pranë, shanset e korrjes janë shumë të ulta pavarësisht çfarë bëni tjetër, por para se të dëshpëroheni, ka zgjidhje dhe do t'jua tregoj. Tani le të flasim saktësisht pse bien lulet. Ka 3 shkaqe kryesore dhe secili kërkon trajtim të ndryshëm. Shkaku i parë, mungesa e borimit dhe kaliumit. Avokado gjatë lulëzimit ka nevojë specifike për 2 mikroelemente që shumica e kopshtarëve i injorojnë plotësisht. Boroni dhe kaliumi. Boroni është elementi kyç i polenizimit. Ndihmon zhvillimin e polenit, forcon tubin polinik që transporton polenin drejt ovulit dhe ndihmon formimin e frutit pas polenizimit. Pa bor të mjaftueshëm, poleni është i dobët dhe formimi i frutit dështon edhe kur polenizimi ka ndodhur. Kaliumi forcon lidhjen midis frutit të formuar dhe degës. Pa kalium, avokadot e vogla bien para se të rriten. Mungesa e borit shfaqet si gjethe të deformuara, lule të vogla dhe me ngjyrë të zbehur dhe fruta të rënë shumë herët. Nëse shihni lulet tuaja të avokados shumë të vogla ose me ngjyrë të zbehur, boroni është problemi. Zgjidhja: aplikimi i borit natyral nëpërmjet kompostit të pjekur mirë. Kompostimi i bërë nga mbetje të ndryshme organike përmban bor natyral. Aplikoni 10 cm kompost rreth bazës 2 javë para lulëzimit. Për kalium, tretësira e hirit çdo 2 javë gjatë lulëzimit dhe formimit të frutit, saktësisht siç bëjmë me shegën dhe kumbullaren. Shkaku i dytë, temperatura e gabuar. Avokado ka njërin nga intervalet e temperaturës më të ngushtë për polenizim të suksesshëm në botën bimore. Temperatura optimale për polenizim është midis 15 dhe 25 gradë. Kur temperatura bie nën 10 gradë ose kalon 30 gradë, poleni bëhet i paaftë.
Lulet formohen normalisht por nuk polenizojnë. Kjo shpjegon pse avokado shpesh dështon në klimat mesdhetare me vera të nxehta. Lulëzimi ndodh kur temperatura është ende e ulët ose kur është bërë shumë e lartë, zgjidhja për temperatura shumë të larta. Hyjezim i lehtë gjatë orëve të mesditës dhe spërkatje e lehtë me ujë herët në mëngjes për të rritur lagështinë relative të ajrit rreth luleve. Zgjidhja për temperatura shumë të ulta. Mbulim me agrovelo natën kur temperatura bie në 10 gradë gjatë periudhës së lulëzimit. Shkaku i tretë, jo rregullësia e ujitjes gjatë lulëzimit. Avokado gjatë lulëzimit dhe formimit të frutit është shumë e ndjeshme ndaj luhatjeve të lagështisë. Nëse toka thahet edhe disa ditë gjatë kësaj periudhe, pema hedh lulet ose frutat e sapo formuar, por avokado është edhe shumë e ndjeshme ndaj ujit të tepërt. Rrënjët e avokados janë ndër rrënjët më të ndjeshme ndaj kalbëzimit nga uji i stagnant. Nëse toka mbetet e lagur vazhdimisht, rrënjët kalben shpejt dhe bima ndalon prodhimin. Ekuilibri i saktë, ujitje e thellë çdo 3 deri 5 ditë, jo çdo ditë. Toka duhet të thahet pjesërisht midis ujitjeve, por kur plotësisht. Nëse po mësoni diçka të re sot, abonohuni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Tani le të flasim për plehtësinë. Avokado ka nevoja specifike që ndryshojnë nga shumica e pemëve frutore. Plehtësia para lulëzimit, janari dhe shkurti. 2 muaj para lulëzimit avokado ka nevojë për azot të moderuar dhe bor. Ky është momenti kur formohen sythat e luleve dhe çdo mungesë ushqyese gjatë kësaj periudhe ndikon drejt për drejt numrin dhe cilësinë e luleve. Kompost i pjekur mirë rreth bazës, 10 cm shtresë. Kjo siguron borën natyral dhe të gjitha lëndët ushqyese bazë, rrobull kafeje çdo javë rreth bazës. Azoti organik i kafes dhe aciditeti i lehtë janë ideal për avokado. Plehtësia gjatë lulëzimit, marsi dhe prilli. Ky është momenti kritik. Ndaloni azotit të lartë menjëherë. Tretësira e hirit çdo javë. 2 gota hidruri të zhytura 48 orë në 10 litra ujë shiu, filtrohet, hollohet 1-2 dhe aplikohet rreth bazës. Lëvozhgat e banenes çdo 2 javë. Kalium dhe fosfor direkt të disponueshëm, lëvozhgat e vezëve të bluara çdo 2 javë. Kalciumi forcon formimin e frutit, çaji i kompostimit çdo 2 javë. Lëndë ushqyese të plota dhe gjallëri biologjike, plehtësia gjatë formimit të frutit, maji dhe qershori, vazhdoni me kalium dhe fosfor. Ndaloni çdo plehtësi me azot të lartë deri pas korjes, shtoni tretësiren e hithërës çdo 2 javë, holluar 1-10. Magnezi dhe hekuri i hithërës janë veçanërisht të nevojshëm për avokado gjatë formimit të frutit. Gabimi klasik i plehtësisë, avokado është shumë e ndjeshme ndaj plehtësisë së tepërt. Ndryshe nga pemët e tjera, avokado reagon negativisht ndaj dozave të mëdha të çfarëdo plehërie, qoftë organike apo kimike, shtoni pak dhe shpesh. Kjo është rregulli i artë i avokados. Tani, sekreti që pak njerëz e dinë dhe që shpjegon pse shumica e avokadove nuk japin korje. Siç shpjeguam, avokado ka nevojë për 2 varietete të kategorive të ndryshme për polenizim të suksesshëm. Por çfarë bëni nëse keni vetëm një pemë? Zgjidhja e parë dhe më efektive: mbillni varietete të dyta. Nëse keni hapësirë, mbillni një pemë kategorisë A pranë një peme kategorisë B. Distanca ideale midis 2 pemëve është 6 deri 10 metra. Kjo siguron polenizim të kryqëzuar të bollshëm. Varietetet e kategorisë A: Haas, Pinkerton, Reed, Gen. Varietetet e kategorisë B: Fuerte, Bacon, Zutano, Ettinger. Nëse keni Haas, mbillni Fuerte pranë saj dhe Anasjeltas. Zgjidhja e dytë: polenizimi manual. Nëse keni vetëm një pemë ose nëse pemët janë larg njëra tjetrës, polenizimi manual është zgjidhje e shkëlqyer. Merrni furçë të vogël të butë herët në mëngjes. Avokadot e kategorisë A janë femër në mëngjes dhe mashkull pasdite. Avokadot e kategorisë B janë mashkull në mëngjes dhe femër pasdite. Nëse keni Haas, kategoria A, mbledhni pollen nga lulet e saj pasdite kur janë mashkull dhe aplikojeni mëngjesin tjetër herët kur lulet janë femër.
Nëse keni dy pemë të kategorive të ndryshme, transferoni pollen nga pema mashkullore aktive drejt pemës femërore aktive. Bëjeni çdo ditë gjatë gjithë periudhës së lulëzimit. Efekti është i dukshëm. Numri i frutave të formuar rritet ndjeshëm. Zgjidhja e tretë: tërhiqni polenizues natyral, mbillni lule tërheqëse për bletët pranë avokados. Tajgjet, lavandë, kopër. Bletët janë polenizuesit kryesor natyral të avokados, kur mos aplikoni pesticide kimike gjatë lulëzimit. Kjo vret bletët dhe eliminon polenizimin natyral. Ujitja e avokados është ndoshta faktori më kritik pas polenizimit. Dhe shumica e problemeve me avokado janë probleme ujitjeje. Rënja e avokados nuk ka qime thithse si shumica e pemëve. Ka rënje fibroz dhe të holla që janë shumë efikase në thithjen e ujit, por shumë të ndjeshme ndaj kalbëzimit. Rregulla absolute: kullim i shkëlqyer. Avokado nuk duhet mbjellur kurrë në tokë me kullim të dobët. Nëse toka mban ujë, rënjet kalben brenda javësh. Nëse toka juaj është e rëndë, ngriteni pemën mbi nivelin e tokës duke krijuar kodrim të vogël rreth saj. Kjo siguron kullim natyral. Ujisni thellë çdo 3 deri 5 ditë gjatë verës. Gjatë dimrit çdo 7 deri 14 ditë. Toka duhet të thahet pjesërisht midis ujitjeve. Mulçimi rreth bazës është i domosdoshëm. 10 cm kash ose copla druri rreth bazës, por kur drejt për drejt kundër trungull. Mulçimi mban lagështinë dhe stabilizon temperaturën e rënjeve. Uji i shiut është shumë superior ndaj ujit të rubinetit. Avokado preferon ujë me pH pak acidik. Uji i rubinetit shpesh është shumë alkalin dhe mund të shkaktojë klorozë hekuri me kalimin e kohës. Shenja e ujitjes së gabuar: nëse gjethet fillojnë të verdhëzohen nga skajet dhe maja. Zakonisht kjo tregon ose ujitje të tepërt ose kullim të dobët. Kontrolloni rënjët. Nëse janë kafe dhe të brishta, kalbëzimi ka filluar. Reduktoni ujitjen menjëherë dhe përmirësoni kullimin. Phytophthora, kalbëzimi i rënjeve. Kjo është sëmundja numër 1 e avokados në gjithë botën. Shkaktohet nga uji i tepërt dhe kullimi i dobët. Nuk ka kur pasi është vendosur. Parandalimi i vetëm, kullimi i shkëlqyer dhe ujitje e saktë. Antraknoza, njolla të errëta mbi frutit gjatë pjekjes. Kërpull që hyn nëpërmjet plagëve të vogla. Aplikoni tretësirë bakri para periudhave të shiut intensiv. Siguroni ajrosje të mirë të kurorës. Krimbi i avokados, Heilipus lauri, larva hyn brenda frutit dhe degëve. Mbledhja e frutave të rënë dhe azgjësimi larg pemës redukton popullatën. Kurthet e feromone janë zgjidhja biologjike. Akari i rrjetit, Oligonychus persea. Insekte mikroskopike që formojnë rrjeta të imëta nën gjethe. Gjethet marrin ngjyrë bronxhi. Tretësira e sapunit të zarzavateve dhe uji i ftohtë aplikuar nën gjethe. Kloroza hekuri, gjethe të verdhëzuara midis nervave të gjelbra. Shkaktohet nga pH i lartë i tokës ose ujit që bllokon thithjen e hekurit. Shtoni sulfat hekuri dhe rregulloni pH me shtim organik acidik. Janari dhe shkurti, plehtësia para lulëzimit. Kompost rreth bazës. Rrobull kafeje çdo javë. Kontrolloni kullimin. Mulçimi i freskët nëse është i vjetruar, marsi dhe prilli, lulëzimi. Ndaloni azotit. Tretësira e hirit çdo javë. Polenizimi manual çdo ditë. Tërhiqni bletët me lule shoqëruese. Kontrolloni temperaturat, maji dhe qershori, formimi i frutit. Tretësira e hithës çdo 2 javë. Lëvozhgat e banenes çdo 2 javë. Ujitja e thellë çdo 3 deri 5 ditë. Vëzhgimi për sëmundjet, korriku dhe gushti, frutat po rriten. Vazhdoni plehtësinë me kalium dhe fosfor. Kontrolloni mulçimin. Vëzhgoni për krimbin e avokados, shtatori dhe tetori, frutat po piqen. Reduktoni plehtësinë gradualisht. Avokadot nuk piqen në pemë,
piqen pasi korren nëntori dhe dhjetori, korja dhe pushimi. Korni kur frutat kanë arritur madhësinë e duhur. Shtrojeni kompostin e vjeshtës rreth bazës. Ky është detaj që shumë njerëz nuk e dinë. Avokado nuk piqet në pemë. Piqet pasi korret. Avokado është gati për korrje kur lëkura ka arritur ngjyrën karakteristike të varietetit dhe kur fruti lëshon lehtë nga dega me pak tërheqje. Nëse tërhiqni dhe nuk lëshon, nuk është gati ende. Pas korrjes lëreni avokado të piqet në temperaturë dhome. Zakonisht 3 deri 7 ditë. Është gata kur lëkura I jep pak në presionin e gishtit. Nëse doni ta ngadalsoni pjekjen, vendoseni në frigorifer pasi ka filluar të piqet. Mund të zgjas edhe 2 javë të tjera, kur mos vendosni avokado të papjekur në frigorifer. I ndalon procesin e pjekjes dhe frutat nuk piqen kurrë siç duhet. Kopshtari nga Tirana që më shkroi me 3 vjet korrje zero tashmë ka avokado. Jo sepse bleu ndonjë produkt të shtrenjtë. Sepse kuptoj 2 gjëra, sistemin e polenizimit të avokados dhe plehtësinë e saktë sipas fazës. Tani e dini edhe ju, avokado nuk është pemë e vështirë. Është pemë që ka nevojë për të drejtën gjë në momentin e duhur dhe për të kuptuar biologjinë e saj unike. Shkruani në komente nëse keni avokado dhe çfarë problemi po keni me të. E lexoj çdo koment. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që ka avokado dhe po humbet korrjen. Shihemi javën tjetër në kopshti I agimit. Mirupafshim.